Gjykatësi federal urdhëron administratën Trump të paguajë të gjitha kuponat ushqimore. Padia është nga dy të ngritura kundër Departamentit Bujqësisë të Shtetit Bashkuara për ta penguar atë të pezullojë programin SNAP, i cili ndihmon familjet me të ardhura të ulta për shkak të mbylljes së vazhdueshme të qeverisë federale. Në padinë e dytë të ngritur në gjykatën federale në Kolumbia nga 25 shtetet udhëhequr nga demokratët, gjyqtarja Indina Talvani vendosi të premte se administrata po pretendon në mënyrë të rreme se pagesat ligjore pengojnë atë të përdor fondet e emergjencës për të financuar SNAP. Në vendimin e tij fillestar të lëshuar të premten, gjyqtari John McConnell i Rhode Island hodhi poshtë argumentin e administratës se ajo nuk mund të financojë SNAP për shkak të mbylljes, e cila ka vazhduar që nga 1 tetori. Në vendimin e tij të djeshëm, McConnell i tha administratës Trump afat deri të hënën për të paraqitur një plan për të paguar shumën e plotë të këtij përfitimi në të njëjtën ditë ose në të paktën për të paguar një pjesë të tij deri të mërkurën. Nuk ka dyshim se fondet e emergjencës të autorizuar nga Kongresi duhet përdoren tani për shkak të mbylljes, theksoi gjykatësi në vendimin e tij. Në një postim në Truth Social të premten, Trump shkroi: "Nuk dua që amerikanët të vuajnë nga uria thjesht sepse demokratët radikale refuzojnë të bëjnë gjën e duhur dhe të hapin përsëri qeverinë. Kjo është arsyeja pse i kam udhëzuar avokatët tanë që të kërkojnë gjykatës të sqarojë si mund ta financojë ligjërisht SNAP-in sa më shpejt që të jetë e mundur", shtoi ai. Ndihma ushqimore SNAP është në dispozicion të amerikanëve me të ardhurat të cilët janë në vendin 130 të nivelit veteral të varfërisë, që më shumë shtete është ekuivalente $1,632 në muaj për një familje me 1 person dhe $2,215 për një familje me 2 persona. Shtetet janë përgjegjëse për administrimin e këtyre përfitimeve, të cilat paguhen çdo muaj.